etj. Si e ke parë? Për te propagandës që po themi po bën me shifrat dhe plagjaturë sigurisht programit Partisë Demokratike, që nuk është jo vetëm serioze, por është po themi turp për një kryeministër që në vend të vit dhe të jap llogari, të jap po themi para shqiptarëve të tregoj se çfarë ka bërë në 12 vjet dhe çfarë i ka bërë ekonomisë vendit, sigurisht që ka kopjuar një program i cili në këndvështrimin tim është shumë i mirë i Partisë Demokratike, por ajo që dua të them është kjo. Kryeministri ka dalë dhe po luan ditët e fundit, sepse e kuptoi që propaganda e tij bajate dhe boshe, fryrje, çarjet, domethënë nuk pinin ujë tek qytetarët, sepse qytetarët fund ditës kur shkojnë në datë 11 maj do të shohin xhepin e tyre, do të votojnë për rrogat, për pensionet, për minimumin jetik, do të votojnë për ekonominë e familjes tyre. Dhe çfarë ka ndodhur? Kryeministri po del dhe po thot, në vitin 2013 thot kryeministri kur ne erdhëm pushtet e gjetëm pensionin mesatar 87 euro. Dhe sot thot ai e kemi çuar 170 euro, ndërkohë kryeministri ka thënë e kemi çuar 300 euro. Pra, edhe këtu ka mashtruar disa herë. Por për te kësaj, kryeministri harron disa elemente të rëndësishëm. Së pari harron kursin e euro, sepse i referohet pensionit me euro. Por euro në vitin 2013 këmbehej 1 euro për 1.4 lek. Që do të thot pra kishte kurs më të lartë këmbimi, ndërsa euro sot është me 97 lek, dhe sidomos të ditë që është në prag të zgjedhjeve, euro ka ikur dhe edhe më shumë pikjat për shkak se si duket kanë filluar furgonat të lëvizin nëpër qytete dhe nëpër fshatra. Por për te kësaj historie, kryeministri flet për pagat. Çfarë thot kryeministri për pagat? Thot ne i gjetëm pagat mesatare 333 euro dhe sot i kemi 840 euro nëse zgabojmë. Po kjo është e pavërtet, sepse po institucionet e tij që kontrollohen nga ai, siç është Instati, ja kanë rrëzuar këtë shifër. Sot Shqipëria, për sa i përket pagës mesatare, është vendi i fundit në rajon. Është me 770 euro nëse zgabohem. Pra është vendi i fundit në rajon, ndërkohë çdo vend tjetër i rajonit, po flasim çdo vend tjetër i rajonit, duke filluar nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia, Serbia, e ka pagën mesatare mbi 1000 euro. Jo vetëm kjo, kur flet për pagat kryeministri, harron edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm, që vendet e rajonit sot që flasim kanë kosto jetese shumë herë më të ulta se sa Shqipëria, sepse qytetarët shqiptarë, një familje e varfër sot, atë që thot lideri i opozitës që do vendosim kartën e konsumatorit për familjet në nevojë, për ata të cilët nuk kanë mundësi të blejnë, po themi vajin, sheqerin, produktet bazë, makaronat, të blejnë me 20% të VSH, siç i blejnë ata që kanë paga mbi mesataren, t'i blejnë edhe një familje që merr sot 30.000 lekë vjetrat ndihmë ekonomike. Është turp, është skandal. Ky kryeministër vetëm për këtë duhet dorëhiqej. Që sot bashkitë që ai kontrollon nga veriu në jug japin akoma 30.000 lekë vjetra ndihmë ekonomike. Japin akoma pensione qesharake, të cilat nuk mbulojnë dot, po them, vetëm TVSH-n e ushqimeve. Pensionistët sot nuk marrin dot, nuk jetojnë dot, po themi më shumë se 7 ditë të muajit me pensionet që marrin duke ngrënë, po themi, produkte bazë, duke ngrënë bukë, duke ngrënë dhe produkte, po themi, minimaliste. Kjo është situata në Shqipëri. Shpresojmë që i qytetarët e kenë kuptuar atë çfarë i është bërë gjatë kësaj kohe. Kanë dy alternativa, tashmë kanë alternativën e fyerjeve, çarjeve, premtimeve, korrupsionit galopant, kanë dhe sigurisht një program që u zgjidh në një farë mënyrë. Çfarë shikimet i kanë bërë? Takimi në Fier ishte propagandistik deri diku, por nga ana tjetër ishte larg pamës, nëse i referohemi Filxhanit. Po t'i hym pastaj gastorëve dhe gastorëve të qeverisë, po s'dua të merrem me këtë pjesë. Është kjo mënyra më interesante. Mendoj që mund të bëjmë më mirë kryeministri. Sigurisht.